Fëmijët që ndjekin kurset në qendrën kulturore pranë xhamisë Oblikës zgjodhen dhurimin e 113 flamujve kuqezi, simbolike 113 vjetorit të shpalljes së pavarësisë për udhëtarët që shkonin drejt vendkalimit kufitar të Moriçanit dhe turistëve që hynin nga kjo pikë në vendin tonë. Ishte një zgjedhje sa emocionale, aq edhe mbreslënëse në 28 nëntorin e 113 të festës së shpalljes së pavarësisë, aktiviteti zhvilluar nën kujdesin e Myftinisë së Shkodrës. Mesazhi është për të tërhequr vëmendjen ndaj njerëzve që mos të harrojnë dashurinë ndaj atdheut, ndaj kombit dhe të kenë në vëmendjet e tyre këtë dhunti që i ka dhënë Zoti, jo vetëm ndjenjën fetare, por edhe kombëtare. Dhe ky aktivitet vjen pikërisht në kuadër të kësaj ndërgjegjësimi që të ndërgjegjësojmë qytetarët për të arritur këtë ngjeshmëri, këtë ndjesi brez pas brezi. Këtij aktiviteti të veçantë në terren i parapriu koncertit që grupi artistik i kësaj qendre dha në xhaminë e zonës. Ky aktivitet ka për qëllim për të gërshëtuar vlerat fetare me ato adhetare, ku fëmijët tanë të edukohen me këtë frym, jo vetëm me dashurinë ndaj fesë, por edhe të atdheut, të historisë, të trashëgimisë sonë të lavdishme, qoftë shpirtërore dhe fetare. Aktivitetet e qendrës kulturore të xhamisë Oblikës u shoqëruan edhe me një panajër me produkte të prodhuara nga vetë banorët e zonës, të zgjedhura posaçërisht për këtë ditë festive mbarkombëtare.